Furnizimi me energji elektrike ka nisur të rikthehet në shumicën e Spanjës dhe Portugalisë më 29 prill, pasi një ndërprerje masive e rrymës goditi gadishullin iberik, duke lënë pasagjerët të bllokuar në trena apo qytetarët në ascensor, ndërsa miliona njerëz mbeten pa sinjal në telefonat e tyre dhe pa qasje në internet. Operatori i energjisë RFE tha se energjia elektrike ishte rikthyer në më shumë se 90% të teritorit të Spanjës kontinentale në orët e para të së martës. Dritat u ndezën sërish në Madrid dhe në kryeqytetin e Portugalisë, Lisbon, pothuajse asnjë cep i gadishullit, i cili ka një popullsi të përbashkët prej gati 60 milion banorësh, nuk i shpëtoi ndërprerjes së energjisë elektrike. Megjithatë, ende nuk dihet pse pati ndërprerje të energjisë, ndonse në rrjetet sociale u përhapën teori konspirative se kishte patur një sulm kibernetik. Kryeministri portugez Luis Montenegro tha se burimi i ndërprerjes ka gjasa të jetë në Spanjë. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez tha se të gjitha shkaqet e mundshme janë duke u analizuar dhe paralajmëroi publikun që të mos spekulojë për shkak të rrezikut të dezinformimit. Kryeministri i Spanjës nuk ishte në gjendje të thoshte se kur do të rikthehej plotësisht energjia në vendin e tij dhe paralajmëroi se disa punëtorë do të duhet të qëndronin në shtëpi të martën. Ndërprerja e energjisë ndikoi për pak kohë edhe në jugperëndim të Francës, ndërsa në Marok pati ndërprerje të shërbimeve të disa operatorëve të internetit dhe sistemeve të regjistrimit në aeroporte. Komisioni Evropian tha se ishte në kontakt me Spanjën dhe Portugalinë lidhur me ndërprerjen e energjisë, ndërkaq presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa shkroi në rrjetin social X se nuk ka tregues për ndonjë sulm kibernetik.